Opozitarja LSDM akuzon se 2 javë pas mega skandalit me fondet IPARD, ministri i bujqësisë Cvetan Tripunovski ikën nga përgjegjësia dhe nga e vërteta për pezullimin e parave europiane. Duke zbuluar një dokument, zëdhënësja socialdemokrate Bogdanka Kuzeska tregoi se çfarë ka dërguar Tripunovski si përgjigje zyrtare ndaj kërkesës me shkrim për informacione rreth skandalit të IPARD-it. Погледнете го овој срам. Тука почитувани нема ниту збор за причините, нема ништо за време траењето на суспендирањето на средствата од ИПАРД, нема ниту информација за планираните чекори за надминување на овој сериозен проблем. Едно големо ништо. Трипуновски праќа општи законски рамки, цитати од регулативи и процедури што се одамна познати и не даваат одговор на клучните прашања што ги засегаат земјоделците. Reagoi partia në pushtet, por pa u përgjigjur për akuzat e socialdemokratëve. Nga VMRO DPMN tekstojnë se LSD pas 4 ditësh u shfaq në publik me konferencë për shtyp, gjersa pyesin nëse ka mbetur ndokush në selinë e partisë apo vetëm Kuzeska. Ndryshe nga dikur, sot kur VMRO DPMN është në pushtet, pa pompozitet, pa u njoftuar publiku dhe mediat së pari, organet kompetente veprojnë menjëherë dhe ndërmerren masa për dyshime ose prova për krim ose korrupsion. Pa marrë parasysh partinë apo kombësin, çdo kush që ka shkelur ligjin duhet të përgjigjet. E pyetur për akuzat për jo transparencë për skandalin me IPARD-in, zëdhënësja e qeverisë Marja Miteva me përgjigje. Апсолутно го отфрлам ова тврдење дека било што се крие во однос на таа постапка. Знаете дека сме максимално транспарентни, така што очекуваме Министерството за земјоделие, но и сите надлежни органи кои што веќе водат и процеси надвор од извршната власт, тоа се судските органи, да ги дадат своите информации по однос на состојбите. LSDM ka akuzuar po ashtu se mosdhënia e përgjigjeve nga pushteti për skandalin është tallje ndaj 3.000 bizneseve të reja, ndaj 10.000 vendeve të punës të mundshme dhe në vlerësimi dëmeve prej 130 milion eurosh, kërkuan dorëheqjen e ministrit Tripunovski.